Si sot 84 vjet më parë në Tiranë u vra Qemal Stafa, ishte vetëm 22 vjeç, një muaj e 15 dita të 5 maj të vitit 1942, kur u ekzekutua në afërsitë të një banese pranë medreses. Këto në foto janë sendet personale që ai kishte ditën që u vra. Violina, partitura, pasaporta, libri Historia materializmit, libri me poezi poetit milanes Alessandro Manzoni, një libër historik, një set me dokumente dhe 4 bloqe shënimesh. Dhe foto e pasaportës së Qemal Stafës. Por ajo që bie më shumë në sy është pulovra gjakosur që ai mbante në trup, kur në orën 9:35 u qellua nga disa karabinier që kishin rrethuar shtëpinë ku strehoi. Nuk po merrem me këtë status me detajet e ngjarjes, si skenimet, kurthi dhe dëshmitë të pranishmeve, apo nëse kishte gishte Mberogha në këtë ngjarje, të cilat janë trajtuar me hollësi në librin 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, 1912-2017. Ajo që më ka bërë për herë përshtypje ishte idealizmi ekstrem I këtij djaloshi. Ne të brezit që jetojmë në vitet 2000 nuk na e prek mendja se si Qemal Stafa dhe shumë të rinj si ai lanë studimet në Itali për t'i bërë rezistencë fashizmit në Shqipëri. Ne të brezit sot nuk na e rrek fare mendja se si një djalosh I ri, krahas violinës dhe poetit Manzoni, mbante në brez pistoletën Smith. Krahas erudicionit të madh general që zotronte, ai kishte etje edhe për literaturë komuniste. Duhet ta themi që Qemal Stafa ishte I majt si shumë nga ata që dallëdisën në Europën e asaj kohe, por unë pak e besoj se ai ishte komunist tipik si shqiptarët e njohën komunistët pas vitit 1944. Të bën përshtypje që sapo themeloi ballin kombëtar, u zgjodh kryetar Mithat Frashëri, deklaroi se ideali I partisë së tij ishte gjaku I Qemal Stafës, gjë që lë të kuptosh se Qemali nuk ishte vetëm I komunistëve, por I të gjithë atyre që e donin Shqipërinë të lirë. Prandaj unë besoj se idealizmi Qemal Stafës ishte komunizmi që ndërtoi Mberogha dhe që nëpërmjet tij I bëri gjëmën Shqipërisë për 45 vjet. Por ama unë besoj që Qemal Stafa ishte produkti më I mirë I një plejade të tërë idealistësh që sakrifikuan rininë e tyre për të luftuar fashizmin. Me libra dhe me armë, me poezi dhe granata dhe këta djemë dhe vajza nuk ishin me dhjetra e me qindra, por me mira. Sot duket si një frazë shkruar dhe e thënë lehtë, por ata djemë dhe vajza e bën me vepra këtë. Shumica e tyre që u vran nuk ishin më shumë se mosha e Qemal Stafës. Prandaj nga e gjitha ajo histori, pulovra e larë me gjake e Qemal Stafës mbetet simboli sakrificës së një brezi të tërë të rinj, që nisën atë luftë për patriotizëm, por që Hoxha u konvertoi në një komunizëm të pështirë dhe gjakatar. Por ama ne kur nuk duhet ta përdhosim këtë sakrificë dhe këtë gjak të derdhur. Ai duhet na bëj vetëm krenar dhe të vetëdijshëm se që nga Vasillaçi e deri te Margarita Tutulani ishin një radhë tërë të rinj që vunë Shqipërinë përpara jetës së tyre. Gjaku në pulovrën e Qemal Stafës është certifikata asaj që bëri ai brez. Nderim për të gjithë ata që dhanë jetën për lirinë. Nderim për 5 Maj.